Pas komentimit të surës Jusuf, ka përmbledhur një muri dobish të nxjerrura nga kjo ngjarje që na përmend Kur'ani. Thot fi dhikri shay'in min al-'ibar wal-fawaid allati ishtamalat 'alayhi hadhihi al-qissa al-'azima. Përmendim diç nga dobit që mund t'i nxjerrim nga kjo ngjarje e madhe. Dhe kur thot shay'in min al-'ibar, pra disa, pra nuk e përkufizon si këto janë dobit që edhe nuk ka më tjetër, po ai që i kanë nxjerrur rahimahullah. E para, allati qala Allahu fiha, sepse në këtë sure Allahu thot fillim të kësaj sure dhe në fund të kësaj sure Allahu thot nahnu nuqussu alayka ahsan al-qasas. Ne do t'ju rrëfejmë një nga ngjarjet më të mira të Kur'anit. Pra ngjarjet e Kur'anit janë më të mira. Pastaj thot në rrëfimin e Jusufit dhe vëllezërve të tij ka argumente li sailin, për ata të cilët kërkojnë dhe hulumtojnë dhe kanë qëllime të mira me përfitu. Në fund surës thot Allahu laqad kana fi qasasihim, pra në rrëfimet e Kur'anit, këtu përfshihet edhe ngjarja e Jusufit, ka argumente li ulil albab, për të zotit e mendjes. Pra, cila është urtësia që na ka përmend Allahu rrëfimin e Jusufit alayhis salam, që të nxjerrim mësime, që të nxjerrim ngjarje. Fe min dhalika, nga mësimet është sepse në këtë ngjarje ka shumë ngjarje të ndryshme, shumë përshkrime. Pra, njeriu kalon nga varfëria në pasuri, nga pikëllimi në gëzim, nga ndarja në afërsi, nga thatësia e viteve pastaj. Domethënë ka rrëfime të shumta në këtë ngjarje. Kjo është e para. E dyta, pesha dhe rëndësia e komentimit të ëndrave dhe në këtë ngjarje është përmendur një ëndër që përmendet hëna, dielli, yjet. Dhe thot Sheikh Saadi Allahu më shëroft أن هذه الأنوار التي هي زينة السماء. Këta yje që janë pa vëllezërit e Jusufit, pavarësisht se kanë bërë një gabim, në fund ata janë penduar dhe mendimi sakt që ata kanë qenë profet. Këta kanë bërë një gabim, por ëndra që e ka pa Jusufi, nëna, babaj, nëna në këtë rast dielli, hëna, babaj dhe vëllezërit yjet, sepse këta janë zbukurimi, stolia e qiejve. Pra djetarët e zbukurojnë këtë dunja, bukuria e dijes. Dhe me yje njerëzit udhtojnë, kanë udhëtuar të kaluarën, ata i orientojnë njerëzit në rrugtim. Thot Sheikhu, wa minha, prej argumenteve të nxjerrura nga dobit e kësaj ngjarje është ma fiha min al-adilla ala sihhat nubuwwat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Këtë ngjarje që e ka rrëfy Kur'ani dhe ja u ka sqaruar Muhamedi alayhi salatu wasallam Mekka, kjo është argument që Muhamedi alayhi salatu wasallam është i dërguari i Allahut. Pra pi dobive që i nxjerrim është se këtë ngjarje që ja u ka treguar pejgamberi alayhi salatu wasallam Mekka, sigurisht kjo është argumenti më të fuqishëm që ai është i dërguari i Allahut. Ata kanë pas qartë wa huwa lam yaqra kutubul awwalin wala darasa ahadan. Muhamedi alayhi salatu wasallam as ka pas lidhje me librat e mëhershëm, pra s'ka lexu dhe as nuk ka pas kontakte me njerëz që të tillë. Pra është për argumente të qarta. Pra mëngjes dhe mbrëmje kanë pa Muhamedi alayhi salatu wasallam mushrikët e Mekës. E kanë ditë ku ka qëndruar si fëmijë pas moshës pubertetit, ka lëvizur, ka shkuar. Pra krejt e kanë pas qartë. Megjithatë e kanë kundërshtuar. Pra verbim total. Nga dobit është أنه ينبغي للعبد البعد عن أسباب الشر. Robi duhet i merr shkaqe të largohet nga e keqja dhe duhet të fsheh kitman ma tukhsha madarratu. Duhet të ketë dro dhe kujdes nga diçka që mund t'i bëhet e keqe. Për shembull, Jakubi ka thënë Jusufit: "Ya bunayya, o djali im, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika." Mos ja u rrëthe, mos ja u trego ëndrën vëllezërve tu. Për çfarë? Fejekidu leke kejda, që ata turin ndonjë intriga apo ndonjë kurth. Pra nga kjo mësohet se ne
Duhet jemi të kujdesshëm, të vëmendshëm, të zgjuar që ta dim kënd e kemi, pra kush mund të na bëj dëm, edhe kush mund të na bëj, kush mund të na bëj intriga. Po ashtu, ennehu yejuzu dhikri l-insan bima yakrah ala wajhi an-nasiha. Lejohet me paralajmëru për njeriu nëse ke frikë nga ai. Pra i thu filanit ke kujdes nga personi, sepse mund të dëmtojnë pasuri, mund të dëmtojnë moral, mund të dëmtojnë, pra dikë mund ta mashtroj shejtani dhe thot, unë e këshyri punën time dhe nuk kam të drejtë, ose në kësi raste, nëse dikush të kërkon një mendim për një filan se është duke ja kërku vajzën ose anasjeltas, dhe ti thu, unë nuk jam njeri që prishi, nuk e kam zemrën e keqe dhe nuk e paralajmëron. Por njeri i devotshëm dhe është ai i cili pra e tregon realitetin dhe nëse ka rrezik për atij personi duhet paralajmërohet. Andaj Jakubi ka thënë fekidu leke kejda. Prej dobive është enë ni'metullahi ala al-abd ni'metun ala men yata'allaqu bihi min ahli beyti. Nga ky rrëfim, nga kjo ngjarje na tregon rëndësia e familjes, rëndësia e prindërve, rëndësia e lidhjes, dhe ndarja ka shkaktuar pikëllim shumë të madh. Pra njeriu duhet të jap rëndësi familjes së tij dhe ta kuptoj se kjo është nimet prej nimeteve të Allahut. Pra ai që ka familje duhet ta ruaj familjen dhe duhet ta ketë parasysh se ndarja është pikë shumë e ndihshme. أن العبد مطلوب في كل الأمور أن الحذر من شؤم الذنوب. Nga dobit të nxjerrura nga kjo ngjarje, thot Abdurrahman Saadi, është rreziku i mëkateve. Gjunahet sjellin pasoja shumë të mëdha. أن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة. Një gjuna, si me thonë, lind mëkate të tjera. Vëllezërit e Jusufit, alayhis salam, kanë bërë një krim. Cili ka qenë krimi, kanë da evladin prej babait, pastaj e kanë largu vllajën e vet. Nga një herë dhe kanë menduar me vra, derisa, por ky nuk ka qenë mëkati vetëm. Si rezultati i kësaj, ata e ndetyruar me gënjy në mënyrë të vazhdueshme. Pra kanë ardhur duke qajt, janë shtirë se po qajnë, pastaj kanë gënjy që ka hungur ujku, pastaj në mënyrë të vazhdueshme ndalë, po kinse po e kërkojnë, pra në mënyrë veprime të shumta. Pra nga një mëkat duhet keni kujdes, nga një mëkat lindin mëkate shumë të tjera. Dhe me thonë njeriu kur e bën një mëkat, si rezultati i saj bëhen krime të shumta. Minha prej dobive është أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية. Te robi e rëndësishme është fundi i jetës njeriut, jo fillimi i tij. Jo fillimi. La bi naqsi al-bidaya. Jo mangësia që ka në fillim. Pra një njeri mund ta ketë në jetën e tij, në të kaluarën e tij të shëmtuar, kriminale, apo njeri qoftë nga morali, qoftë nga sjellja, qoftë nga besimi, mund të jetë pra i devijuar apo i humbur apo i shturur. Dhe nëse ai përmirësohet, e rëndësishme është fundi i tij. Është përfundimi si i vjen njeriu. Dhe nga kjo merret argument se vëllezërit e Jusufit alayhis salam në fund kanë kërku falje dhe Allahu ja ka pranuar pendimin. Dhe janë bërë njerëz të devotshëm deri në pikën pra më tej që mendimi saktë është el-asbat, siç ka thonë as-Sahla qal thot Abdurrahman as-Saadi, mendimi saktë është se asbat vëllezërit e Jusufit janë pejgamber. Nga sa Allahu ka thonë wa uhayna, ne kemi shpallur Ibrahimit, Ismaila, wa Ishaqa, wa Yaqub, Ishaqit dhe Jakubit, wal asbat. Dhe asbat janë vëllezërit e Jusufit. Nga dobit e nxjerrura është ma manna Allahu bihi ala Yusufa alayhi salam min al-ilmi wal hilmi wa makarim al-akhlaq wa ad-da'wati ila Allah ila dini wa afwi an ikhwati al-khati'in afwan badarahum bih. Nga dobit është që kjo rrëfim, kjo ngjarje e dëshmon moralin e lartë që ka pas Jusufi alayhis salam, sjelljen e tij, butësinë e tij, durimin e tij, faljen e tij. Pra Jusufi alayhis salam ka qenë nga profetët që i ka pas të gjitha këto virtyte edhe morale të larta. Po ashtu, an ba'd ash-sharr ahwan min ba'd. Disa vepra të këqija
janë më të lehta se sa disa të tjera. Pra, çka do të thonë? Nëse njeriu e bën një mëkat, është para zgjedhjes së dy mëkateve. Nëse zgjedh ato që është më e lehtë, është më mirë se sa me zgjedh ato që është më rëndë. Pra, nëse e fyn njeriu, nuk është si me e fyn një fyrje normale, pra si me thonë fyrje e lehtë, sikur me e fyn do me thonë një fyrje të rëndë. Ose sikur me godit, ose sikur me vra. Të dy janë mëkate, edhe me godit, edhe me vra. Ose në këtë rast, vëllezërit e Jusufit disa kanë dhënë mendim për me vra Jusufin, ndërsa njëri prej tyre ka dhënë një mendim me hedhë në bunar. Pra, ta hedhësh vllaun në bunar është sigurisht është krim. Është krejtësisht vendimi i gabuar. Vendimi më i mirë do të ishte mos me marr atë vendim ata. Por në këtë rast e ka përshkruar Kur'ani që ka qenë mendimi më i drejtë, më i mirë. Do të thonë ka qenë mendim më i mirë. Andaj, nëse njeriu e bën një mëkat, pra nëse njeriu e bën një mëkat, nuk do të thotë që duhet ta bëjë tjetri. Nëse përdor alkoolin, nuk do të thonë që duhet ta lë namazin. Se ai i cili e lën edhe namazin, atëherë ka gjunohet edhe më të mëdha. Prej dobive që e përmend Sheikh Saadi rahimahullah, el-hadhar min el-khalwati bin nisa. Para lejmërim dhe kujdes që duhet me pas njeriu me u veçu me gra. Allati yakhsha minhun al-fitna, pra në veçanti kur ka frikë fitnes. Dhe këtu është krejtësisht normale në botën perëndimore me punu në një vend, një zyre të veçuar, me hungër, me shoqëru, krejtësisht është normale. Por në Islam nuk është kjo, nuk është e drejtë dhe nuk është e lejuar. Dhe është ndaluar me u veçu me një femër. Dhe ngjarja e Jusufit a.s. tregon se sa e rrezikshme është me u veçu me një femër. Dhe ka argumente nga Suneti ku pejgamberi a.s. ka thënë kur veçohesh me një femër, vetë se i treti është shejtani. ومنها أن الهم الذي هم بيوسف بالمرأة ثم تركه لله. Nga dobitë të nxjerrura është se kur njeriu i shkon mendja me bëni punë të keqe, pra e nxit nepsi i tij dhe e lën për Allahun, ai do të ketë shpërblim. Ka thënë Allahu në Kur'an: "Men khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa." Ai që i friksohet takimit me Zotin e tij dhe e nal veten nga epshi, wa naha an-nafsa 'anil hawa. Fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Vendi i tij do të jetë xheneti. Po ashtu kanë ardhur argumente ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hijen e arshit të Allahut ditën e gjykimit janë 7 persona, në mesin e tyre është ai i cili pra ju ka afruar një vajze në kohën e varfërisë dhe nuk ka dashur askënd më shumë se ato, më tej ajo i ka thënë ittaqillah, ke frikë Allahun, dhe ai është larguar, e kalon atë punë për hir të Allahut. Pra ai ka kalu kufin. Domthon ka bëu mëkate, ka bëu gabime, por në momentet caktuara kur e kalon për hir të Allahut, Allahu do ta fusë në hijen e arshit të tij në ditën e gjykimit. Pra kush e lën, sikur Jusufi a.s. e kalon për hir të Allahut dhe është distancu. O minha, po ashtu është enne men dakhala al-iman qalbahu. Ati që i depërton imanin në gjoksin e tij, wa kana mukhlisan lillah, dhe është i sinqert në Allah, me Allahun, në të gjitha çështjet. Allahu fa inna Allah yadfa'u anhu bi burhan imani. Allahu do ta bën shkaktar imanin që ka me mbrojt nga shumë mëkate. Siç thot Allahu: "Kadhalika linasrif anhu as-su'a wal-fahsha." Kështu ne e mbrojtëm Jusufin, e larguam nga kjo punë e neveritshme. Është e ndyrë amoraliteti, kurvria dhe ruajtja shiqimit, siç e përshkruan Allahu në Kur'an, kjo është më e pastër për ju, është pastërti. Është njeriu i pastër, ai i cili pra nuk ka kontakt jashtëligjshëm, është pastërti, martesa e ligjshme dhe largimi nga çdo lloj rruge e shëmtuar është vepër e neveritshme. Su'a wal fahsha. Innehu, çfarë thot Allahu? Innehu kana min ibadina al-mukhlisin.
ka qenë nga robërit tonë sinqert. Sinceriteti, devotshmëria e ka mbrojtur Jusufin a.s. para ngrackën e shejtanit dhe në këtë mëkat shumë të madh. Dhe sigurisht do të ishin pasojat shumë të mëdha sikur Jusufi a.s. të bënte atë mëkat. Prandaj, arma kryesore mburoja mes teje dhe harameve është kur njeriu kur ka bindje edhe ka iman të fortë. ومنها أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية. Robi duhet që kur e sheh një vend që është vend i fitnes, i sprovave, an yafirra minhu, duhet me ik, wa yahraba ghayata ma yumkinuhu. Aq sa ka mundsi duhet largohet nga ai vend. Siç është largu Jusufi a.s. I ka hap dyrë dhe është ik nga ai vend. Dhe yatlubu al-bab li yatakhallas min sharriha. Pra njeriu duhet me marrë shkaqet, duhet jetë i kujdesshëm. Shoqëria që e përdorin duhanin duhet me qenë i kujdesshëm, që mos më bëj sebeb ai shoku me talon duhanin. Apo nëse janë që nuk falin namaz duhet distancohesh prej tyre, apo nëse janë njerëz të cilët apo po marrim shembull këto emisione të shëmtuara ku shohat pejgamberi alayhisalatu wassalam dhe në mënyrë të vazhdueshme shohim xhallar në prezencën e tyre, kjo tregon domethënë që nuk janë njerëz që i kanë frikën e Allahut. Ai që i ka frikën e Allahut nuk ka asnjë mundësi që të shkojnë në një studio ku shohat pejgamberi alayhisalatu wassalam. La wa rabbis sama, jo pasha Allahun që ka kriju tokën dhe qiellin. Aty shohat Allahu, shohat pejgamberi alayhisalatu wassalam dhe ai i cili fton ai gazetar, moderator është i fton armiqt më të mëdhej me ekspozu para 7 milion shqiptarëve me shoh Allahun dhe pejgamberin alayhisalatu wassalam dhe i thonë në mënyrë të vazhdueshme i nderuari filan. I nderuari filan. Ai nuk është i nderuar, është i shëmtuar. Pra nuk shkohet në vendin e fitneve, në vend ku shohat Allahu, ku shohat pejgamberi alayhisalatu wassalam. Kjo është prej dobive që duhet i mësojmë. Pra më u largu prej vendit fitneve. Pra ne duhet vendin e fitneve mund ta kuptojmë vetëm nga gjunahet. Sigurisht se gjunahet janë beridul kufër, çojnë kufër, por aty ku shohat Allahu, ku shohat pejgamberi alayhisalatu wassalam është rrepsisht e ndaluar. Prej dobive është Jusufi a.s. në këtë ngjarje na rrefehet se na tregohet se ka qenë i bukur nga ana e jashtme dhe nga ana e brendshme. Bukuria anës së jashtme është e qartë, kush e dëshmon që ka qenë i bukur Jusufi a.s. Fjala e Allahut kur gratë kanë përshkruar dhe kanë thënë ma hadha bashara. Ma hadha basharan. Ky s'është njeri. In hadha illa malakun karim. Ky është vetëm se një melek i fisnik. Pastaj ana e mbrendshme që ka qenë i bukur, pra bukuri e mbrendshme është ajeti wa laqad rawattu an nafsi fasta'sam. Thot unë ju kam josh ajo gruaja e Azizit, pra e ministrit, unë thot ju kam afruar fasta'sam, ai është mbrojtur. Pastaj argumente tjera siç e përshkruan në fund kur i thret mbretja ato dhe thon el ana hasas al haq, hasas al haqqa, haqqu dhe tani dol në shesh e vërteta dhe ajo është min as-sadiqin, ajo është nga njerëzit e sinqertë. Ana Yusuf alayhis salam ikhtara sijn ala al-ma'siyah. Jusufi ka zgjedhur, ka pas para ti 2 zgjedhje për të zgjedhur. Cilat janë ato? Ose më fut në burg ose më ran mëkat. Thot yenbaghi lil abdi idha ibtuliya bayna al-amrayn. Duhet që robi kur të përballet mes 2 sprovave, ose me u ndëshku me ndonjë ndëshkim dunjas, për shembull siç është burgi ose ndonjë xhob, ose me bu haram. Cilën duhet me zgjedh? Njeriu duhet me zgjedh an yakhtar al-uquba ad-dunyawiyya. Duhet me zgjedh dëshkimin e dunjas. Për shembull, nëse je përballë me gënjy, apo qoftë në tregti, të tyrosh, nëse nuk e thu të vërtetën, ti dëmtohesh. Pra sa na vijnë pyetje të ndryshme që nëse s'veproj kështu, nëse s'veproj kështu, ti dëmtohesh. Por më e mirë është me u dëmtuti në qoftë në biznes, qoftë në tregti, pak e merr një ndëshkim, por je i pastër. Nuk bën gjuna, nuk gënjen, nuk mashtron, nuk bën intriga,
Pra, ka dobi të shumta. Po ashtu, annahu yanbaghi lil abd, robi duhet me u kthy te Allahu wa yahtami bi hamahu inda wujud asbab al ma'siyah. Në momente të caktuar kur njeriu mund të bie në mëkate, njeriu duhet më mbështet te Allahu. Wa illa tasrif anni kaydahunna. O Zoti im, nëse ti nuk më largon prej kurthave të tyre grave që kanë thurur asbu ilayhin wa akum min al jahilin. Unë do të bin këtë mëkat dhe do të jem prej jahilinëve. Kush janë jahilet? Jahilin janë ata të cilët bojnë mëkate. Kullu man asa Allah, çdo kush që kundërshton Allahun, ai është prej jehlit. Wa minha annahu yabda bil aham fal aham. Nga dobi të nxjerrura është njeriu çdo herë duhet të japë përparësi më të rëndësishmes se sa të rëndësishmes. Apo, për shembull, nga ku e marrim argument? 2 shokët e tij të burgut kanë pa ëndër dhe kanë kërku komentin e ëndrave, m'ia dhon komentimin e ëndrës. Jusufi alayhis salam, ai nuk ja u ka dhënë, deri në darkë, deri në ushqim. Ka dashur që me lën hapësirë Jusufi alayhis salam që mi thirr tauhid. Pra e rëndësishme ka qenë, edhe ajo çfarë kanë kërku, m'ia u sqaru, por më e rëndësishme ka qenë koha që mi u sqaru atyne thirrjen tauhid. Është shumë e rëndësishme me mësuna për jetën e pejgamberit alayhis salam, po më e rëndësishme është tauhidi. Është e rëndësishme me mësuna leximin e Kur'anit, po më e rëndësishme është me punu me Kur'anin. Pra, ose dawa, është shumë e rëndësishme me folna sot për kundraj dukurive negative, si që janë alkooli, droga, Big Brother, aty, këtu, por më e rëndësishme është çështja e tauhidit. Më e rëndësishme me shpjegu njerëzve që tallja me fe është dalje prej feje. Namazi është shtylla e Islamit, besimi ditën e gjykimit. Pra, kjo duhet jetë prioritet. Nëse themi është prioritet, nuk do me thonë që duhet më anashkalu, por gjatë atyre viteve, nëse i tërë fokusi është në tema qoftë ato për morale, për edukat dhe hutbet janë të bosh nga tauhidi dhe paralajmërimi nga shirku, nga bidatet, pra ka anashkalu atë që është më rëndësishme. Prandaj thot Sheikh Al-Albani rahimullah, el ilmu, dituria është deti. Dituria është deti. Pra, s'mundesh me arrit. Walakin qaddim al-ahamma min al-muhimmi. Jepi rëndësi asaj që është më rëndësishme se sa asaj të rëndësishmes. Dhe për këtë Allah ju ka dhënë dietarëve sukses. I shohim librat e Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhabit rahimahullah. Në çfarë është fokusuar Muhammed ibn Abdul Wahhabi? Usul al-thalatha tauhid, kashf shubuhat tauhid, usul bazat e imanit tauhid, kitabu tauhid në tauhid. Për çfarë? Sepse ka jetuar në shirk. Ka më pak libra, qoftë në tefsir, qoftë në edukat, qoftë moral, sepse ai është fokusu në këtë pikë. Prandaj duhet më jep të rëndësishmes, më të rëndësishme se sa të rëndësishmes. Anna man waqa'a fi makruhin wa shiddah la ba'sa an yasta'ina biman lahu qudratun ala takhlisihi aw al-ikhbar bihi. وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق. Nëse dikush ka një breng, ka një problem, është një vështirësi, nëse kërkon ndihmë nga krijesat, nuk bjen ndesh me ato me thonë që ti po ankohesh ndaj krijesave, dhe duhet më mbështet në Allahun. Njeriu duhet më mbështet në Allahun, por nëse i merr sebepet. Pra, nëse është në burg, njeriu kërkon shkaqet me dalë prej burgut, ju ka bëu padrejtësi, dhe tjetri thotë ti s'po mbështetesh në Allahun. Jo, kesh kuptim. Pra, Jusufi alayhis salam është mbështetur në Allahun, sigurisht, por njëkohësisht ka kërku ndihmë edhe nga ai shoku që ka pas për me dal nga burgu. Prej dobive që nxjerr Abdurrahman as-Saadi është nëse ينبغي على المعلم استعمال الإخلاص في التام تعليمه. Thirrsi, mësuesi, الداعية duhet me qenë i sinqert në atë që ka mëson. Nëse dikuj ja mëson fen me qenë i sinqert. Nëse dikuj i jep diçka nga dunjaja apo çka ka nevojë duhet me qenë i sinqert në ato.
Jo tani me shikuaj si po sillet dhe tim ju hakmar. Për shembull, Jusufi alayhis salam i ka thënë këtij, më tregoj atje të mbretit, tregoj që unë jam ai. Pra, ndihmo për me dal nga burgu. Ai e ka harru, kanë kalu disa vite. Afër 7 vite kanë kaluar. Dhe kur ka ardhur i shoku i tij, kur ka ardhur në burg me komentu ëndrrën, Jusufi alayhis salam nuk i ka thënë ti pse s'ke lajmëru, pse më tralltove, pse më lën burg, pse s'ndihmove, s'përgjigjem. Por ja ka sqaruar komentimin e ëndrrës, sepse këtu është çështje sqarimi i vërtetës. Pra nuk është personale. Prandaj kjo është një mësim që njeriu duhet me ndjek rrugën e pejgamberëve në këtë pikë. Prej dobive është fadilet e ilm, ilm e l'ahkam, o shara. Vlera e dijes, e dituris, komentimit ëndrave, o ilmu të tëdbir, o të tërbje, afdal min surët e dhahira. Është ma e mirë është dituria se sa bukuria jashtë. Pra, ma i mirë, ma rëndësishme njeriu me pas dije, karakter moral, dinitet se sa me qeni bukur. Njeriu mund të arrijë, apo në veçantin këtë zamanin në periudhën se më përjetojmë, femrat zakonisht e arrin me atë bukurinë e tyre dhe me thonë, si me thonë, këta gjahilat thojnë ëndrat e tyre. Pra, e kanë qëllimin për me arrit, për me shfrytzu ata. Bëhet e famshme, arrit, të me thonë, bon pasurit gjitha ato, por pasuria e vërtet është pasuria e moralit, e besimit, e dinitetit. Dhe Jusufi alayhis salam, çka i ka sjell dobi pas bukuria që e ka pas? Është hinë burg. Për shkak të bukurisë që e ka pas, i kanë ardhur domethënë sprova në dunja. Por kush e ka nxjerr nga burgu? Dituria, devotshmëria. Kush e ka bë khazain al-ard, pra me qenë edhe i pushtetshëm, sigurisht se e ka bë dituria. Po ashtu për i dobive, thot Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah, la ba'sa an yukhbir al-insan amma fi nafsihi min sifat al-kamal min ilmin aw amal. Nuk ka asnjë të keq që njeriu më tregu që e ka një cilësi të mirë, e ka një karakter, e ka një diçka që nuk e kanë tjerë. Pra është njeri i besueshëm, ose është trim, ose është i guximshëm, ose ka shkatësi një çështje, ose është më i ditur, nuk ka gjë të keqe. Nuk ka gjë të keqe. Ku e marrim argument? Jusufi alayhis salam, në rrethanat që ka jetu, edhe ka thënë, çfarë ku është thënë, çka do më bëti? Çfarë ke dëshirë ti? Në çfarë pozite ka thënë khazainul ard inni hafidhun alim. Du me qenë unë përgjegjës i madhrave, sepse ka pas qartë që kur të vjen varfëria, kur të është thatësi në tokë, atëherë është vështirë me qenë i drejtë. Dhe këtu zakonisht vrehen njerëzit. Pra kur ka sprova, kur ka varfëri, kur ka vrehen njerëzit, kush është më i fortë se tjetri, kush është më besnik se tjetri. Dhe ij'alni ala khazain al-ardh inni hafidhun alim. وكذلك لا تذم الولاية. Zakonisht ai që kërkon pushteti nuk i jepet atij. Por ai i cili e kërkon momentet caktuara e din veten apo me u lavdruar momentet caktuara, ka qenë rasti i Uthmanit radiallahu anhu. A kemi sahabe ndonjë moment që lavdrojnë veten? Sahabët e kanë lavdruar veten? Nuk e kanë lavdruar veten, sepse Allahu ka thënë wala tuzakku anfusakum, mos e pastroni veten e juaj, mos e lavdroni veten. Për shenjave të ignorancës është të një njeri është kur e lavdron veten. Nuk bën me lavdru veten. Por në rrethanat saktuara njeriu duhet me shpjegu se është ehlun li hadha. Siç ka thënë Uthmani radiallahu anhu kur e kanë rrethu me vra në shtëpinë e tij, Uthmani ja u ka shpalos duke ja u përkujtuar të mirat që i ka pas. Radiallahu anhu. Dhe nga të mira që i ka përmend, është ndiku një grupi sahabe, një grupi djemve të sahabe, më falni, se sahabe s'ka marrë askush pjesë në vrasjen e Uthmanit radiallahu anhu dhe as në luftimin që kanë pas kundaj, apo që bashkangjitin që ju kanë bërë Khavarixhe. Djali e Abu Bekrit është ndiku nga fjala e Uthmanit radiallahu anhu, ku i ka thonë nga kjo mjekër është turpru babai yt.
Pra lejohet me përmend të mirat njeriu të vetës ti që i ka në momentet të saktuara, por në bazë, në sens, nuk lejohet. Pse ka përmend Jusufi? Sepse ka pas frikë që ku të vinë tjerë do të bëjnë mashtrime dhe njerëzit do të dëmtohen. Për i dobive që nxjerr Sheikh Saadi rahimahullah, anë gjababetul arzaq, gjabajetul arzaq, administrimi i pasuris lejohet. Nuk bjen deshme mbështetjen ndaj Allahut. Pra, nëse një njeri i menaxhon pasurinë, e menaxhon rrogën, e menaxhon të ardhat që i ka, pra kursen, tjetri thotë ke frikën Allahut, mos ju frikso varfris, si pe friksohesh varfris, kjo është keq kuptim. Pra nuk i bjen desh, wa anna hadha ghayru munaqid litawakkul ala Allah. Pra kjo nuk e shem mbështetjen që njeriu ka ndaj Allahut subhanahu. Këto janë marrje të shkaqeve. Marrje të shkaqeve. Prej dobive që nxjerr është mashru'iyatu diyafa, ligjshmëria e mikpritjes së musafirit. Wa annaha min sunanil mursalin, është prej rrugës së pejgamberëve. Kjo është traditë e pejgamberëve që pejgamberët kanë mikprit musafirët. Kanë prit musafirët. E shihni te pabesimtarët nuk ekziston kjo mikpritja e musafirëve, është krejtësisht formale ose krejtësisht e pavlerë. Te muslimani ka krejtësisht një karakter tjetër. Pra trinet e pret musafirin në mënyrën më të mirë, siç Ibrahim alayhis salam ka prej një viç. Pastaj Jusufi alayhis salam ku marrim argument, ju ka thonë vëllezërve vet, ala tarawna anni ufi al-kayla wa ana khairul munzilin. Kur ka thonë me nal Benjamin herën tjetër Benjaminin, ata e kanë thonë nuk kemi mundësi, ka thonë, po ju nuk peshini që unë po ja jap atë masën e plot që po vini po e merrni pra barrën me dritë. A nuk peshini wa khairul munzilin, dhe pjo pres mënyrën më të mirë. Pra pjo pres si musafir mënyrën më të mirë. Wa minha, nga dobit që e nxjerrë është anë su'u dhann ma wujud al-qara'in ad-dala alayhi ghayra mamnu wala muharram. Para gjykimi, su'u dhann, mendimi keq për dikon. Në disa rrethana lejohet, nuk është haram me paragjyku për dikon. Me paragjyku për dikon, në rrethana të caktuara nuk është ndaluar. Jakubi alayhis salam a kanë pas vëllezërit e Jusufit gjuna për rastin e Jakubit, për rastin e Benjaminit nuk kanë pas gjuna. Për Benjaminin s'kan pas faja, ata nuk e kanë pas në dorë edhe kanë pas argumente që s'kan bo padrejtësi. Por Jakubi ka thonë këto a keni bo kurth ju. Kjo është e keni bo ju. A ka gabu Jakubi? Nuk ka gabu Jakubi alayhis salam. Për çfarë? Sepse këta të tillët ma herët kishin vepruar me Jusufin. Për këtë arsye, në hadith, aq më shumë e studioni landën e hadithit, e shihni zinxhir, aq më shumë ju bindeni që Allahu e ka ruajtur këtë fe. Për shembull, një muhaddith, një transmetues i cili një herë e ka bërë një gabim, një transmetim, ka gënjy, ati mu nuk ja kanë marrë fjalën. Nuk ja kanë marrë me hadithin, ka raj me një herë. Hadith nuk tolerohen këto çështje. Prandaj, paragjykimi në momentet caktuara është i lejuar. Edhe Allah ka thonë në ba'd dhani ithm, disa nga paragjykimet janë të ndaluara. Po ashtu prej dobive është njeriu lejohet i marrim shkaqet për me urujt nga syni. Syni është hak. El-ajnu haqqun. El-ajnu haq. Syni është hak. Dhe për këtë duhet me thonë barakallahu fik, kur është diçka që të mahnit, qoftë një vlad, qoftë familje, qoftë andej, pra çdo të mirë që e shihni, duhet me thonë mashallah te barakallah, Allahu me barik, më shumë me përdor të Allahu me barik. Ku e marrim argument sepse Jakubi ju ka thënë këtyra udkhulu ya bani la tadkhulu min babin wahidin, mos hyni nga një derë. Pra kanë qenë shumë vëllezër, dhe me thonë që më smeran sy. Dhe ka thënë ndahuni në dyrë të ndryshme. Udkhulu min abwabin mutafarriqa, pra disa me një derë, disa një derë, që më smeran sy që më kap syni.
Po ashtu është gjawazi istimal al-makaid allati yatawassalu biha ila al-huquq. Lejohet me bë plane për marrë ide tek qëllimi, planet lejuara. Pra planifikimi që ka bërë Jusufi alayhis salam e ka futat gotën te ajo e Benjaminit dhe e ka bërë domethën planin që me nal Benjaminin dhe me pru familjen e tij që ka pas në varfëni. E vetë një mënyrë e ligjshme që do të mund të sjellte familjen e tij nga Palestina në Egjipt, në ato rrethana kur Palestina ishte krejtësisht në varfëri të skajshme, ndërsa Egjipti dhe ai ty ishte vend shumë i mirë, pra më i mirë, e përdori Jusufi alayhis salam këtë mënyrë. Mashru'iyatu ad-di'afa, istimal asbab. Dhe nga dobit e fundit që i përmendim dhe me këtë përmbyllim me disa dobit fundit, an al-faraj ma al-karb, vështirësi, lehtësimi vjen pas vështirësisë. Pra pas një ka njeriu brenga, është urtësia e Allahut që njeriu nuk jeton çdo herë me brenga, me vështirësi. Walladhi adhaka wa abka, aja ka bërë që njeriu edhe të çaj edhe të qesh. Është urtësia e Allahut, inna ma'al usri yusra, mes vështirësisë vjen lehtësimi. جواز إخبار الإنسان بما يجد وبما هو فيه من مرض أو فقر po ashtu nuk ka gjë të keqe njeriu me tregu nga njerëz që ka gjendjen ekonomike të dobët. Për shembull, vllazërit e Jusufit kanë shku dhe kanë thonë që ja ayuha al-aziz massana wa ahluna ad-durr, ne kemi lënë familjen, na ka kap varfëria dhe na kemi nevojë, kemi ardhur për nevojën, por edhe qëllimi ka qenë edhe me marr Benjaminin. Dhe nuk i ka kundërshtuar Jusufin këtë pikë. Dhe nga dobit e mëdha është fadiletu taqwa was sabr, pesha e madhe e devotshmërisë dhe e durimit. Qad manna Allahu alejna, kur vëllezërit i kanë thonë ty të ka ngrit Allahu mbi ne, ty Jusuf dhe Benjaminin, çfarë ka thënë Jusufi? Qad manna Allahu alejna, Allahu na ka begatuar, innahu man yattaqi, ai i cili ka frikën Allahut, wa yasbir, dhe bën durim, fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Me të vërtetë Allahu nuk e humb shpërblimin e të mirëve. Wa minha, dhe e fundit krejt dhe që është më e rëndësishmja, yanbaghi lil-'abd, që ka bën fund të jetës tij Jusufi alayhis salam, yanbaghi lil-'abd an yatamallaq ila Allah daiman fi tathbit imani, njeriu duhet me ushqy imanin dhe me lutë Allah me forcu imanin e tij. Wa ya'mal, jo vetëm lutja, wa ya'mal al-asbab al-mujiba lidhalik, po duhet me marr shkaqet për me e ujit dhe me forcu këtë iman. Wa yas'alu Allah husnul khatima, dhe lutë Allah me jar përfundimi i mirë. Wa tamam an-ni'mah, dhe me plotsu mirësia, e cila është ajo? Fjala e Jusufit, Rabbi qad atejteni min al-ilm, o Zoti im, ke dhon qad atejteni min al-mulk, ke dhon pushtet, wa allamtani ta'wil al-hadith, më ke dhon pra pushtet, pasuri, gjithë ato, ta'wil al-hadith, ma ke mundsu komentimin e ëndra, pra ka bëu edhe profet, njëkohësisht të autoritetshëm absolut. Fatir as-samawati wal-ardi, shpiksi i tokës dhe i qeve, anta waliyyi fi dunya wal akhirah, ti je ndihmëtari, mbrojtësi, ai që mbron në dunja dhe në ahiret. Tawaffani musliman, me mundso me vdek musliman, wa alhiqni bis salihin, dhe me mundso më shoqëru me të devotshmit me të mirë. Pra nëse nuk e bën që të vdesësh mua si musliman, as ka rëndësi kjo dunja, as ka rëndësi pushteti, as bukuria, as ato fama, as përmendja, as gjë nuk i bën dobi nëse nuk vdes si musliman. Tawaffani musliman. Pra të mirat e dunjas janë të parëndësishme nëse nuk përfundon njeriu me iman. Tawaffani musliman walhiqna bis salihin. Këto janë disa nga dobit e nxjerrura nga dietari i madh i shekujve të fundit Abdurrahman as-Saadi rahimahullah, që i ka nxjerrur pra në tefsirin e Saadin që përmenden nga kaptina Jusuf. Inshallah në ditët e vijim, pra nga nesër, do të vazhdojmë me komentimin e surës Kahf, inshallah. Kjo ishte, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.